kuptohet pjesa juaj ka kohë që nuk ka marrë para për furnizimin e dhëna, por kjo ka një shkak dhe shkak është vetë modeli i tregut si është ndërtuar, modeli se si është zinxhiri i energjisë që nga prodhimi deri tek konsumatori në Shqipëri. Dhe pa adresuar problemin në gjenezë, pra aty ku është që ky model fatkeqësisht ka falimentuar, ka rënë, nuk mund ta pranojmë më si tillë. Në çdo shtet duhet i respektojë, marrëveshjet janë marrëveshje, marrëveshjet duhet respektohen, por njëkohësisht marrëveshjet kanë jetë kur qëndrojnë me një shtrap të shëndosh. Dhe prandaj parsore del reforma e sektorit të energjisë për ta bërë atë më likuid në mënyrë që dhe prodhuesit të kenë mundësi të përfitojnë nga kontributi i tyre. Jo të gjithë prodhuesit kanë kosto të njëjtë energjisë. Dhe modeli se si është ndërtuar në Shqipëri në lidhje me çmimet për energjinë për hecet private, mendoj që duhet ripar. Së bashku me mbështetjen e institucioneve ndërkombëtare, do miratojmë shumë shpejt ligjin e ri për energjinë, i cili synon të ndryshojë dhe modelin e tregut. Synon të liberalizojë më tutje tregun e energjisë në mënyrë që të krijojmë potenciale private konsumatorësh. Pjesa më e madhe e këtyre koncesioneve nuk kanë bërë asgjë për shkak edhe sepse s'kan qenë bankable, nuk kanë qenë pranueshme, janë bazuar mbi dhëna të cilat nuk qëndrojnë dhe hajde të adresojmë nevojat e investitorëve të cilët kanë marrë riskun dhe kanë arritur